Sa po postova videon për protest, për kanalin e Shtëjshnit, do me thonë, dhe mas gjimësore, 40 minuta, është merë një video prej hidrocentralit Agjenal, prej Digos, e di ku lëshuhet uj për me hinë hidrocentral, që kanali është plot me uj. Ju do të theni jo, po rreje mush në këto si e din, po tubi hidrocentralit është në fund. Edhe gjithë bona më qiton punë që tash, me orë të hidrocentrali ka poshtë. Hidrocentrali ka poshtë, është tepnun në shtama pak si zërë, se dhja do të kuptuhet. Kanali derdhja hidrocentralit. Si që shifet shumë qartë ujtë e hecë. Këto është kanali, këto është më rrethimi ku ka shat ditë, për me po kanalin që. Që vazhdojnë, ujnë jeni të e po që ujë sa të dush këto. Që do me thonë, që tash në darkë, si çdo herë, hidrocentrali fillon të punën masivisht. Se gjithë bëjnë këto gjatë ditës, këto e derdhin ujnë, vetëm me kriju panik, se s'ko ujë në thatësin. Por, këto e derdhin ujnë ditën s'ne elshin, ne veç me punon natën. Kanali plot me ujë. Në Shtëjshni rënd thote. Këto është mudalja hidrocentralit. Shife ujtë e hecë. Nësa i gjana kanali. Ujë sa dush, jo me ujtë Shtëjshni, vo këmë thonë atë ditë me ujtë edhe nangë. Kështu që kjo është një mundësi ma shumë, njerë për të Shtëjshnit ketë me ardhë në proteste dhe me kërku llogarisë ku na shkon ujë, pse na desh na në thote, pse na thonë baqet tona, ku ndërkohë hidrocentrali vazhdon të punon, s'ko kërkosh përgjegjësi për këtë punë, veç Allah i madh putë, o Zot ja Rabil Alemin, se kum dalin qëtë natë me ardhë që mu binë, se natën punon hidrocentrali.